Pikë pari duhet të them një diçka që unë si pro shqiptar, si dashurues i popullit tim, jam i detyruar nga pikpamja sentimentale, nga pikpamja e ndjenjave, të besoj se populli shqiptar din më shumë se sa kaq, ka kuptuar më shumë se sa kaq dhe do të veproj me mençuri në të ardhmen e afërt. Por nga pikpamja e gjykimit analitik, protesta është vërtet e rrezikuar. Dhe kjo nuk duhet ndodh, siç e thash, shansi i fundit i shqiptarëve duhet kapet, sepse skllavërimi i këtyre brezave, skllavërimi i të gjithë atyre që ndjejnë veten sot shumë rehat, që kanë nga një shtëpi, që kanë nga një shtëpi të dytë, që shkojnë 3-4 herë me pushime, që ndonjë lek e kanë fshehur poshtë dyshekut, sigurisht në euro, sepse leku tani më pavarësisht që e mban të fortë me dhunë qeveria dhe Banka e Shqipërisë, nuk e ka më vlerën e duhur për ta. Shumë prej tyre i kanë nxjerrë parat jashtë, ndjehen të sigurt, por pikërisht atyre kjo valë e re skllavërimi, ky shqiptarizim i vendit, ardhja e padronëve të ri në Shqipëri, të cilët do t'i detyrojnë shqiptarët që publikisht të shpallin besnikërinë e tyre ndaj padronëve, ndaj çështjeve të tyre dhe jo më ndaj shqiptarisë, si çështja kryesore e shqiptarëve, kjo do t'i prek të gjithë, do të prek pikërisht ata të cilët mendojnë se e kanë hedhur lumin, se në çdo rast, edhe në pushtet, edhe në opozit, do të kalojnë, do të ecin diku dhe do t'ja hedhin edhe kësaj here siç e kanë hedhur gjithmonë. Unë besoj që kjo është një pikë kyçe pikërisht për këtë fakt. Tani, si mendojnë që duhet shkoj protesta apo a ka një zbehje të saj, sigurisht që kush e ka bërë këtë protestë, ata që ja hodhën në treg këtë protestë për arsyet e tyre fillimisht, menduan se shqiptarët do të kontrolloheshin dhe do të manipuloheshin kollaj. Mirë, po ju ka dalë për momentin loja nga dora. Nuk ka më manipulim të shqiptarëve sepse shqiptarëve ju ka ardhur majt hundës. Dhe ideja që me verën njerëzit do të veniten, njerëzit do të shkojnë me pushime, që studentët nuk janë më nëpër auditore, të gjitha këto janë reale, por nuk e kanë deri më sot, nuk e kanë vdekur protestën. Pra detyra themelore e parë, imediate, e gjithë secilit prej nesh, për te këtyre që thash për koordinuesit e protestës, disa prej cilëve janë realisht qëllim mirë, por nuk e kuptojnë sa të paditur janë në këto punë. Pra detyra jonë e gjithëve bashkë, edhe atyre që nuk e kuptojnë se si duhet bërë rruga e duhur, është që në de minimis, pra në rastin minimal, të mbahet protesta gjallë. Kjo protestë është protestë e shpirtit shqiptar. Duhet të vazhdoj shumë për te rënjes e Edi Ramës. Rënja e Edi Ramës ose dorëheqja e tij është një objektiv që e shuan protestën. Nuk është objektiv fundor, është objektiv fillestar. Rënja e tij është sine qua non, kushti për të vazhduar më tej. Është kushti për të filluar shkatërrimin pjesë të gjithë mekanizmave të këtij sistemi kriminal hajnor që i ka vënë lakun fyt shqiptarëve, që ka sjell treçeregët e botës po vinë po vërshojnë në Shqipëri për t'i mbajtur ata sklever dhe shqiptarët i degdis jashtë Shqipërisë. Mos harroni që nëse kjo protestë dështon, nëse paria arrin të gjej anën kësaj proteste, duke u tallur me të, duke i bërë njerëzit të friksuar, duke hequr limfën me anë të atyre partiçkave të vogla që dalin me intervista live apo që marrin firma në për gjithë qytetet e Shqipërisë, nëse paria i arrin kësaj, një pjesë e konsiderueshme e atyre që mbështesin protestën nuk do të kenë zgjedhje tjetër veç se të largohen. Dhe kjo shifrat variojnë, mund të jenë 300, 400, 500, mund të jetë edhe deri në 700.000 vetë që mund të ikin nga Shqipëria sepse nuk do ta gjejnë më veten nën padronin e ri si sklever, janë pikërisht këta që mendojnë se mund edhe t'ja hedhin dhe këtyre do t'ju bjerë radha që të largohen dhe do të zëvendësohen me Bangladesha, Sirian, Afrikan, të gjitha llojeve të ndryshme të cilët i sheh sot nëpër Shqipëri që bëjnë punët që dikur i bënin shqiptarët. Pra, ky është rreziku kryesor dhe këtij rreziku duhet t'i largohemi duke qenë konsistent, duke qenë të qëndrueshëm në një protestë kundër Parisë së Tiranës, kundër të gjitha tyre bashkë, kundër sistemit të tyre, sepse pa u hequr ai sistem nuk ka zgjidhje për shqiptarët. Zgjidhja e dytë dhe e vetme përkundër kësaj është të pranojmë skllavërimin. Nëse ata duan ta pranojnë, ata njerëz që janë shesh duan ta pranojnë skllavërimin, le t'i ndjekin këto
kuvendet dhe gjërat që me demek bëjnë organizime, çështja nuk ka më të bëjë me organizimin, kjo është çështje e ndjesisë së brendshme të gjithë secilit individ. Njerëzit e thjesht, familjarët, emigrantët që kthehen në Shqipëri këto 2 muaj, megjithëse është paksuar shumë numri, duhet të dalin protestë. Duhet ta mbajnë protestën gjallë deri në vjesht, kur të rikthehen studentët, kur të ketë mundësi që të bëhen hapat më tejshëm për shkallëzues të kësaj proteste që do ta vendosnin Parin në një pozicion jashtëzakonisht shumë të pavolitshëm. Kjo është strategjia që ata në Tiranë pyesin po nuk duan ta ndjekin. Ja pra, po e them publikisht, strategjia është hap pas hapi, delegjitimimi i secilës hallk të sistemit kriminal dhe hajnor të kësaj parie, duke u hedhur në greva, duke bojkotuar shërbimet ndaj Parisë Tiranës, duke ja bërë të vështirë jetesën dhe duke mos se nxjerr fitimin më ata. Sepse nëse bllokohet një ditë sistemi i OSHA-s, nëse nuk paguhen më dritat, nëse nuk paguhen më qerat për një muaj në shenjë proteste ndaj regjimit, atëherë fillon edhe komplikohet, ndërlikohet puna për Parinë e Tiranës. Për sa kohë që kanë të bëjnë me kuvende të tilla ku treqerekët janë vegla dhe të tjerët mendojnë se dinë më shumë se sa dinë, ja i bëjnë vetes me sy, të gjitha këto për Parinë e Tiranës janë lecka. Nuk e kanë fare problem. Edi Rama luan me 375 porta. Edi Rama mori një antisemit dhe sollin mes Tiranës për të luajtur me 43 porta të tjera. Pra, sofistikimi i Parisë Tiranës është i tillë, saqë nëse kanë të bëjnë me kësi njerëzish totalisht jashtë loje nga ana profesionale, do ta kenë shumë kollaj. Kontrollohet shumë kollaj. Por Paria e Tiranës i ka ndeshur gozhda në sharran gozhd, sepse aty brenda ka shumë interesa të tjera, të cilat nuk ka arritur dot t'i manipulojë deri më sot, dhe ky është shansi i shqiptarëve. Shansi i shqiptarëve është që të mos ndalen në asnjë moment, asnjë ditë, as në Shqipëri dhe as në diasporë, se është detyrim edhe i diasporës. Diaspora është gjysma e kombit shqiptar. Diaspora duhet të tregojë që është e ndërgjegjshme. Duhet dalë në përmarshime afër ambasadave dhe konsullatave çdo ditë. Çdo ditë, pa u ndalur asnjë ditë. Le t'i bëjnë pastaj mitingjet ku njerëzit shprehin urrëtin e tyre një herë në javë, edhe emigrantët, nuk ka asnjë të keqe ajo, le t'i marrin lejet nëpër polici e të tjera. Por çdo ditë i duhet treguar Parisë Tiranës që nuk është më e pranuar, i duhet treguar edhe të huajve që shqiptarët nuk e pranojnë më këtë. Shqiptarët nuk janë një popull që shiten për kaq pak, siç mendojnë disa. Griti fakt është artikuluar mjaft teza që ka një plan për shpërpullimin e Shqipërisë. Besoni që ka një plan të tillë? Shiko, Guri, ju po e quheni tezë, kurse unë e quaj realitet. Nuk është më tezë. Nëse themi tezë, atëherë vëm në dyshim një diçka që e shohim me sy, që e ndjejmë për ditë. Unë isha në Shqipëri për disa javë dhe pash me sytë e mi që shumica e madhe qyteteve janë të shpopulluar. Po dalësh pak në rrethinat e Beratit duke shkuar për në Çorovod, nuk gjen frym njeriu. Gjen lokale, gjen gjëra të bukura, gjen ferma, po nuk gjen, po frym njeriu nuk sheh. Në qytete të tjera të Shqipërisë ke një shpopullim të frikshëm. Dhe çdo biznesmen i mesëm në Shqipëri ka vetëm një ankesë kryesore. Përveç të tjerave, ka ankesa sa duash, se nuk funksionon asgjë, po nuk që i lidhur me Parinë e Tiranës, por ankesa kryesore që ka shpirti sipërmarrës në Shqipëri është që nuk ka punonjës. Nuk ka më njerëz, edhe ata që janë nuk janë të specializuar. Kush është i specializuar ikën jashtë dhe ke të bësh me njerëz që janë mbeten njerëzit më paserioz, të cilët kanë ngritur çmimet në qiell, sepse normalisht nuk ka të tjerë dhe nuk ke ku përplas kokën. Ke të bësh me njerëz që nuk mbajnë as premtime, as fjalë, as orare, as takime, nëse e lën të premten ai vjen të hënën dhe thotë isha diku nga Berati të premten, kështu që s'erdha dot, pavarësisht se e kishte lënë me ty. E shumë gjëra të tilla me të cilët njerëzit përballen për ditë. Përveç faktit që shteti merret më shumë me punët e krimit se sa me punët e shqiptarëve. Shteti është i kapur nga Sindikata Ndërkombëtare e Krimit, i shërben më shumë padronëve të rinj se sa i shërben shqiptarëve. Ktu pra çdo gjë, çdo fakt, çdo faktor është kthyer kundër nesh. Dhe nëse nuk ka revolt tani, atëherë nuk mund të ketë më, nuk ka asgjë që i bie përsipër kësaj. Revolta qytetare duhet të jetë e vazhdueshme. Revolta qytetare duhet të jetë e përditshme, duhet ti
duhet ushqyer nga të gjithë njerëzit, nga familjarët, nga mësuesët, nga profesionistët e vegjël, nga ata që punojnë për OIQ, mos merren tani kanë dalë gjysma e tyre me garush dhe në brez duke bërë sikur po kundërshtojnë ligje e gjëra të tilla. Jo, le të merren me këtë gjë që është kryesore. Se po t'ishte që të bënin oponencë reale, duhet ta bënin këto 35 vite dhe nuk e kanë bërë. Kanë marrë gjithë paratë e Paris Tiranës, e të gjithë aktorëve të ndryshëm, e të gjithë lozhave të ndryshme, e të gjithë kujtdo që ka hyrë në Shqipëri dhe me aq e kanë shitur veten. Tani nëse duan të ndryshojnë rrugë, le t'i thonë popullit vërtetën. T'i thonë të gjithë shqiptarëve, dilni, rebelohuni, mos e pranoni, dilni kundër, mos bëni ato që duhen bërë, bojkotojeni ligjin, bojkotojeni të gjitha në mënyrë që zëri juaj dëgjohet. Nuk ka shans tjetër. Ky është shansi i fundit.